Ne do të qëndrojmë tek i njëjti argument. Me mua në studio është bashkuar gazetari Andi Bora. Faleminderit që e këtu. Faleminderit për ftesën. Anti, ti ke dhe emisionin tënd që quhet Sken Krimi. Si e pe ngjarjen e ndodhur në Rinas? Shiko, në përgjithësinë e gazetarët jemi të prirur, të paktën ne që kemi mbuluar kronikën prej vitesh, jemi të prirur që e presim të ndodhë një ngjarje kriminale. Është gjithmonë një ngjarje që do të ndodhi aty për shkak të hesapeve të cilat kanë grupet kriminale për të larë me njëra tjetrën. Edhe do ndodhi diçka, por që do ndodhte një atentat, një i kësaj natyre në zonën, le të themi, me sigurinë më të lartë, sepse do ta konsiderojmë një institucion të rëndësisë veçantë, duke qenë se është hyrja, domethënë e mira qytetarëve të huaj shqiptar çdo ditë në zonën e Rinasit, diplomat pafundësisht, domethënë aty që ndrojnë struktura ligjzbatuese të shumta. Duke nisur me policinë, një farë kohë që ndroi dhe ushtria mbas grabitjes së Rinasit, domethënë rëndësia që ka, domethënë aeroporti i Rinasit dhe mënyra se si u thye e gjithë kjo siguri nga atentati tregon që diçka këtu po çalon dhe vetë natyra e atentatit e kryer që 3 persona të veshur në stil ushtarak dalin me Kalashnikov, qëllojnë me breshëri, siç kemi para të video. Një ditë më parë tregon një lloj guximi të frikshëm edhe të atyre të cilët e kanë realizuar këtë atentat. Unë besoj që ata e kanë studiuar mirë, jo pa qëllim. Mund të jetë zgjedhur edhe rreth rrotullimi i Rinasit. Si mund të ketë qenë qëllimi? Nëse mund të aludojmë. Po sigurisht, sepse ne gazetarë jemi dyshime, nuk është se jemi pjesë e këtyre grupeve dhe dim këto informaciona, apo kemi marrë diçka tjetër, kështu që dy janë momentet. Një për dhënë mesazh tek kundërshtarët që ne ju vrasim aty ku ka më shumë siguri dhe aty ku ka më shumë lëvizje njerëzish. Në zemër të një gjëje kaq të rëndësishme. Njëra anë, dhe ana tjetër është zgjedhur një vend ku ata largohen lehtësisht për në Nikël, ndjes për në zonën e Fushkrujës, në fshatin Halil, se jemi mësuar të themi gjithnjë Nikël për fshatin Halil. Nga që ka qenë gjithmonë her pas here zona. Ajo është zona domethënë ku digjeshin automjetet e në 80% të rasteve, se mos marrin përqindje fikse, në shumicën e rasteve aty digjen dhe shkrumbohet e gjithë makina. Dhe krijohet një vështirësi e frikshme nga ana e grupit hetimor për të gjetur gjurmë të paktën biologjike apo qoftë edhe të vetë armës për shenjë, sepse edhe vetë arma për shkak të nxehtësisë shumë të lartë mund të psojë dëmtime edhe në strukturë metalike. Kështu që aty shuhen pothuajse të gjithë provat. Dhe e vetmja provë që ngelet është, le të themi, kamerat e sigurisë, ato 2 kamera që kemi parë, që të shpresojmë shumë që analizimi që do t'i bëjë grupi hetimor nëpërmjet programeve, se kanë programe të mira në fakt, të cilat qartësojnë shumë imazhin, pashtu të merren sigurisht në nxjerrin edhe gjatësinë e autorëve, shikohet mënyra se si ata kanë lëvizur, kanë ecur. Për të krijuar një identikit, po thotë autorëve. Po, identikit, sepse janë të detyruar për ta parë ndoshta edhe në ngjarjet e tjera, sepse kanë mbështypjen grupi që ekzekuton aty. Unë jam i bindur që është një grup i cili ka kryer vrasje edhe në vende të tjera, ka kryer disa atentate. Ai është një grup i cili po ta shohësh me vëmendje mënyrën se si e ka strukturuar të gjithë le të themi organizimin, mënyrën se si do ta kryenin këtë qitje, edhe mënyra se si largohen. Qetësia, mua më frikson shumë qetësia. Dhe kjo qetësi nuk vjen, le të themi, nga dikush që ka për herë të parë. Se u dëgjua në media që mund të jenë vrasës jo profesionist, pa ata janë vrasës super profesionist. Andi, më falë që të ndërpres. Dyshon që janë vrasës me pagesë të pajtuar për të kryer këtë punë dhe për të shkuar në punëra të tjera, apo mund të jenë pjesë përbërëse të një apo disa grupeve rivale të botës së krimit? Që këtu kemi të bëjmë me një aleancë për të eliminuar Gilmando Danin, kjo është, kam përshtypjen, ndoshta e padiskutueshme. Dhe vetë policia është e bindur për këtë. Ndoshta dhe policia mund të ketë, le të themi, edhe idenë se kush janë personazhet, por prova është ajo e cila do të çojë në fund. Për sa i përket, janë vrasës me pagesë, apo janë, le të themi, unë nuk do t'i quaj tipikisht vrasës me pagesë, sa ndoshta, le të themi, pjesë e një koalicioni kriminal të cilët i shërbejnë njëri tjetrit në raste të caktuara dhe të veçanta dhe ndoshta me shumë rëndësi për ata, eliminimi i Gilmando Danit. Ne du të kuptojmë diçka këtu, sa ajo që më bën mua përshtypje është fakti që Gilmando Dani doli nga qelia vitin e kaluar, masi u dënua me 12 vite burg për gjobëvënie, kreu 3-4 të dënimi dhe i linde drejta për të dalë, me kusht. Largimi jashtë vendit, se si mund të jetë larguar ky personazh drejt Spanjës kur ti je në lirim me kusht, edhe ndoshta një mbikëqyrje policore do duhet,
dhe ana tjetër që pritën një vit për ta eliminuar Gilmando Danin. Tani, nuk e di nëse Gilmando Dani, për te faktit që po përpiqet ndërtonte një jetë të re, ishte angazhuar apo jo me grupin të cilin e ka pasur në kontroll bashkë me Shullazin. Informacionet e mia më konfirmojnë që grupi Shullazi ka qenë aktiv në Tiranë. Dishin shirikthyer dhe gjobave. Aktivitetit cilin ata e kanë pasur dhe janë njohur në Tiranë për vendosjen e gjobave, por jo vetëm në Tiranë. Sepse gjobat ishin ato që sollën përplasjen dhe me të tjera grupe, le të themi shumë fuqishme tashmë, të cilat operojnë në vendin tonë, në Durrës. Dhe nuk e di përse do duhet prisnin një vit, kur Gilmando Dani për X apo Y arsye mund ta eliminonin, ndoshta edhe pas daljes nga burgu. Një tjetër pistë e cila të krijon një lloj dyshimi është që lidhet tipikisht vetëm me aktivitetin kriminal të grupit Emiliano Shullazit dhe Gilmando Danit në Tiranë, apo mund të jetë një përplasje e cila importohet dhe nga jashtë. Sepse ka shkuar në Spanjë në datën 7 nëntor, bashkë me Muçi Shaljanin, i cili rezultoi të ishte agenti mbikëqyrjes, agjencisë mbikëqyrjes policore. Tani këto duhet parë se për çfarë kanë shkuar, arsyet për çfarë kanë shkuar. Është një informacion i cili na vjen nga Spanja për lëvizjen kthimi mbrapsht, është një informacion i cili ka rrjedhur për lëvizjet e tyre nga sistemi Teams, ka tradhti nga radhët e policisë, të cilat i kemi parë që kanë qenë të shpeshta. Rasti Erion Alibej tregon më së miri në dëshminë e tij, dhe çfarë kemi parë nga komunikimet e SkyCC, kishte informator nga ana e strukturave të policisë për të gjitha lëvizjet e kundërshtarëve të tij, të cilët ai donte të eliminonte nëpërmjet sistemit Teams. Kështu që rastin konkret neve nuk mund ta përjashtojmë që mund të jetë dhe një tradhti nga policia. Nga buron kjo siguri e grupeve kriminale, për të vjuar logjikën tënde, mos ndoshta lidhet me rekrutimin e punonjësve të policisë, nisur edhe nga detajet që kanë dalë sa i takon punonjësit të AMP-s? Ky është një faktor. Unë mendoj që shoqërimi me një agent të agjencisë mbikëqyrjes policore, nëse qofshim unë apo ti do dilim në rrugë do na ndalonin, jam i bindur që do shpëtonim me të. Me të do shpëtonim. Sepse ai është tipikisht kontrollori dhe mbikëqyrësi i punës së policisë. Kështu që në këto kushte unë mendoj që dhe shoqëria, të cilët ka pasur ai me domethënë Gilmando Dani, me Shaljanin, është një shoqëri e cila është mbi bazën e interesave reciproke. Kështu që do duhet ta pranojmë, sado që miqësi mund të kem pasur më herët, këtu mbizotëron çështja e interesit lëvizje të dy në Spanjë, kthimi nga Spanja. Kështu që për sa i përket thelbësisht pyetjes tuaj, se si qëndron ky guxim, nga vjen i gjithë ky guxim për grupet kriminale, ky guxim vjen për vetë faktin e thjesht që këtu në Shqipëri ka munguar për vite me radhë një hetim cilësor i cili arrin të çojë në pranga autorët real të një atentati. Janë me 10 atentate të cilat kryhen, digjet makina, digjen armët dhe këqyren vetëm kamerat e sigurisë. Ndoshta mund të shoqërohen disa persona, ashtu si në rastin konkret janë shoqëruar disa persona për atentatin në Rinas, dhe që unë mendoj që çështja është ende larg, shumë larg zbardhjes, pavarësisht faktit gjithashtu që policia e di se kush mund ta ketë bërë. I ka dyshimet se bëhet lidhje logjike. Ne jemi gazetarë dhe arrim të bëjmë një lidhje logjike. Dhe kur pyesim për dyshimet, këto dyshime që kemi ne i kanë dhe ata. E kuptoj. Po flasim për nga ana e policisë. Tani, ti rrimat gjës konkrete. Mungesa e hetimeve goditje autorëve përgjegjës ka sjell këtë histori. Masakra e Dobraçit me 4 të vrarë. 2 të cilët ndoshta u shënjestruan për të eliminuar dhe 2 të pafajshëm. Dhe është një dosje për të cilën un kam informacion që ka dyshime për një autor që është referuar dhe në SPAK çështja, dhe kalon një vit dhe ende nuk është zbardhur. Në datë 30 tetor, 2 javë më parë u bën një vit. Dhe që mos të vendoset një vetëm në pranga, po të paktën një. Që të tregojmë që punojmë tani çdo grup kriminal. Kjo tregon që policia është më shumë se sa duhet e kapur nga krimi, apo nuk ka vullnetin për të zbardhur, apo merr urdhra për të mos zbardhur vrasje të tilla, po themi. Unë për pjesën që merr urdhra nuk di ta them, sepse ndoshta është e vështirë që të kapet një komunikim që ndoshta le të themi prori thot varsit që shmangu këtë shmangu andej, nuk di ta them këtë, por që ka, le të themi, shefa të implikuar, këtë e tregoj SkyCC dhe këtë ne do ta dyshojmë gjithë jetën tonë. Policia sa do të përmirësohet, këtë njoll
të sajnë do ta ketë aty, pavarësisht se në radhët e 13.000 punonjësve të policisë, le të themi 12.500 janë të ndershëm dhe na janë 500 të shpërndar, është një njollë të cilën policia do duhet ta vuajë, po për të luftuar këtë njollë, do duhet bënte këtë tjetrën. Çfarë? Të godiste autorët e vërtet të ngjarjeve. Andi si infiltrohen? Ju kuptoj, si infiltrohen në polici njerëz të cilët të tillë dhe a duhet të jap një shpjegim koka e policisë së shtetit, kreu, zoti Proda? Këtu bëri unë me erdhi mirë shumë që të paktën në drejtimin e zotit Eduard Merka, i cili ka marrë tashmë është kreu i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, JAMP-s. Të paktën bën një punë të mirë hetimore dhe rezultoi që ndaluan 2 persona përgjegjës, cilët kanë bërë vërtetësinë, kanë falsifikuar le themi vërtetësinë e figurës së Muçi Shaljanit, u mori një kontratë pune, por kam përshtypjen që kjo nuk vjen nga poshtë lart. Vjen gjithmonë një urdhër nga sipër, i cili do të orientojë punësimin e dikujt aq më tepër në kushte të tilla kur krijohet, le themi, ky lloj precedenti që një person i cili mund të ketë problemet e tij, se duhet kuptojmë një gjë, se dëgjojmë që Muçi Shaljani, kam dëgjuar që djalë shumë mirë, nuk e vën në dyshim që mund të jetë djalë shumë i mirë për shoqërinë e tij dhe i uroj shërim të shpejtë të rikthehet pranë familjes së tij dhe të japi një kontribut për zbardhjen e kësaj ngjarje. Këtë domethënë e them me shpirt. Por mënyra se si ti ke organizuar punën dhe gjitha të tjerat ngre pikpyetje, mënyra se si ti ke zgjedhur të punësohesh aty dhe përse, për kredo, le themi në rrethin shoqëror, për të krijuar hapësira vetes, për të ndihmuar një personazhi të botës së krimit, një të dënuari, tani kjo ngre pikpyetje të mëdha. Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë për atë që bëre. Vjen gjithmonë një orientim nga sipër, i cili punson dikë poshtë. Janë kontributet të cilat ne kemi parë ndodhin gjithmonë përpara zgjedhjeve, qofshin lokale apo të përgjithshme, që një kontribut i dhënë për të prodhuar vota për X apo Y, drejtues, le themi, nuk e di, në një zonë të caktuar zgjedhore. E kuptoj. Kështu që kështu do përfundoj kjo histori. Janë shpërblime të cilat politika, apo politika është ajo, ta them politika i bën personazheve të tillë. Kam dhe në pyetje të fundit. Berisha tha se ne ndoqëm bashkë, Shaljani ka qenë njeriu ish ministri të brendshëm, zotit Hoxha. Si e shikoni këtë deklaratë ti? Kjo është i deklarat sigurisht, është politike nga ana e Berishës, unë nuk di, domethënë nuk di të kemi informacion që le të kemi letrat pare që ka, le të themi, ka aderuar pranë Partisë Socialiste, ka qenë pranë zotit Ervin Hoxha në kohën që ai ishte ende ministri i brendshëm, në kohën kur zhvillua fushata zgjedhore për kontributin e tij. Po dhe në qoftë e tillë, kam përshtypjen që Muçi Shaljani rezulton pa precedent penal, të paktën nga informacionet që kam, në mos qofsha gabim. Dhe kjo në një lloj forme zhvesh nga përgjegjësia e të dhënit një kontribut për një parti politike. Sepse është krejt normale që dikush të japi kontribut. Por, nëse aty ndërthuren të tjera situata që Muçi Shaljani mund t'i ketë dhënë lehtësi nëpërmjet, le të themi, personazheve të botës së krimit, i ka prodhuar vota me Gilmando Danin e me Shok, me grupin aktiv të Emiliano Shullazit, pastaj ngrihen pikpyetje për procesin zgjedhor, për mënyrën se si zhvillohet politika, për mënyrën se si shpërblehet Muçi Shaljani në rastin konkret, nëse është ky një shpërblim, sepse nuk di ta them këtë, kjo është deklaratë e Berishës, ne po marrim në diskutimat të çfarë tha ai, nëse rezulton e tillë, atëherë na ngrihen pikpyetje shumë të mëdha, jo vetëm për sistemin e sigurisë, i cili tashmë është i cënuar, na ngrihen thash edhe një herë shqetësime për procesin zgjedhor, për mënyrën se si fitohen zgjedhjet, e 1000 hallet të tjera të cilët ne do t'i komentojmë, do t'i vuajmë bashkë me popullin shqiptar. Andi, faleminderit që ishe në studio. Kënaqësi.